Kolidromeno, një nga figurat më të shuara të artit shqiptar të shekullit të 19 dhe fillim shekullit të 20, shuhet për kontributin e tij në disa fusha, përfshirë arkitekturën. Nisur nga një hulumtim mbi godinat e projektuara nga Idromeno, realizuar nga arkitektët Sabrina Kuçi e Fatjon Mlloja, në një masterclass me artistë të rinj janë ilustruar disa prej tyre në një shtrirje që kontrollon një rrugtim nga liçeni i Shkodrës drejt lagjeve më të vjetra të qytetit. Ato u prezantuan në bashkëbisedimin e organizuar në mjediset e Muzeut Marubi me temë Hartë e ilustrime të arkitekturës së Idromenos. Aktiviteti i Kolidromenos fokusohet kryesisht në fundin e shekullit të 19 dhe në 10-vjeçarin e parë të shekullit të 20 dhe të gjitha këto ndërtime që ju i shikoni në dy rrugët tona pedonale, siç është ajo Gjuadoli dhe kjo ku jemi këtu, që ka emrin e tij Kolidromeno, janë ndërtime të vetë Kolidromenos. Gjithashtu ai ka edhe ndërtime të tjera të shpërndara në Shkodër, po ka edhe këto ndërtime të karakterit fetar, po dhe ato si ish fabrika e lëkurave e tjerë. Ky prezantim sjell në vëmendje se sa rëndësishme është për memorien kolektive ruajtja e këtyre ndërtimeve nga Kolidromeno. Kemi sjell një hartë të ilustruar nga artist, secili me detajet dhe simetrit apo egzagerimet e formave arkitektonike të Idromenos, të godinave të tij, duke sjell një produkt krejtësisht unik, të cilin ju do të jetë edhe në Muzeun Marubi gjatë gjithë periudhës së sezonit veror. Janë disa nga godinat e tij me disa barkode, të cilat ju mund t'i skanoni me anë të telefonit dhe kështu të keni një rrugtim krejtësisht autentik përmes arkitekturës Idromenos në Shkodër. Hartat e paraqitura do të jenë pjesë e Muzeut Marubi gjatë sezonit, në mënyrë që vizitorët të kenë mundësinë e përjetimit të një eksperiencë të veçantë mbi arkitekturën e Kolidromenos. Aktiviteti u zhvillua në kuadër të ditës ndërkombëtare të muzeve.